Allahu na jep vetëm atë që mund të përballojmë, dhe aje ka cekur këtë shumë mirë në Kur'an, dhe Allahu nuk ngarkon asnjë shpirt më shumë se sa mund të bardh. Me ngarkesën nuk do të thotë që vetëm mund të jenë sprova, sfida, vështirësi, dhimbje e probleme. Po ashtu do të thotë edhe për lutjet, edhe për dëshirat tona, a mund t'i përballojmë ato? Çdo gjë që kalon, çdo përvojë, të lë një mësim që të përgatit për hapin e radhës. Ajo marrëdhënie, dashurie që e dëshiron apo martesë, a je vërtet gati ta përballosh? A e ke bërë punën për të qenë një bashkëshort apo bashkëshorte e mirë? Dëshirën për sukses që ke, a mund ta përballosh suksesin? A mund të përballosh përndjekjet, kritikat dhe urrëqen që vjen bashkë me të? Ti do të takosh dhe do të martohesh me atë person, do të realizosh atë dëshirë, do të bëhesh me fëmijë dhe do të kesh sukses, por vetëm ku të jesh gati për të përballuar. Kujto se gjithçka është e shkruar dhe ato dëshira që ti ka vendosur Allahu në zemrën tënde janë për një qëllim. Ata ekzistojnë, ata ti ka caktuar ai. Thjesht duhet të besosh, të punosh me veten, sepse gjithçka do të vijë në kohën e duhur, në momentin kur ti do të jesh gati. Assalamu alaikum.